Mirëmëngjes që të gjithë, mirë se vini në program. Është 9:34 minuta. Po lexoja një kuriozitet të jashtëzakonshëm nga shkenca. Edhe mund ta merri këtë në disa mënyra, edhe si romancë shumë të madhe, edhe ku diun se çfarë, po shpjegimi është pastaj secili ja jep të vetin. Është një peshk që në anglisht quhet anglerfish. Nuk e di që se çfarë quhet. Është ky peshku elektrik, që ka atë dritën përpara që afron krijesa me anë të dritës, pastaj gëllticësh i fshehur. Peshku keqinemos. Peshku i keqinemos. E dihen ti për shembull që kur mashkulli i kësaj specie e gjen femrën e duhur, kërkon përmes feromoneve që lëshon një femër dhe e gjen femrën e duhur, ata bashkohen, trupat e tyre bashkohen dhe bëhen një. Nuk është tamam kështu. Atëherë femra ka një se si thuhet, një ndryshim gjinor, siç ne nuk e kemi aq të fortë në specien humane, pak a shumë mashkulli dhe femra janë njësoj me dimension, kurse te ky peshku, te kjo specie, mashkulli është shumë i vogël, deri 50 herë më i vogël se femra. Dhe çfarë bën? Gjen një femër dhe i bashkangjitet trupit të saj duke ngordhur dhe duke u bërë një parazit i përjetshëm. Kjo është mënyra jo romantike, pra. Sepse nuk është e njëjta gjë, atë po them. Ai funksionon vetëm për reprodhim, nuk ka funksion tjetër në jetë. Madje nuk shef më, nuk është si ngordhur. Si në jetën reale, si shumë çifte që njohim. Tani, pra ideja është këtu që mashkulli kafshon barkun e femrës. Dhe pastaj ngelet aty për gjithmonë, nuk e hap më kafshimin. Po, si fonde, shkrihet në të, humb edhe gjithë atrofizohen syt për shembull se nuk i ka më të nevojshëm, nuk ka nevojë të shojë më. Thjesht ajo noton, ky thjesht shkon mbas kësaj dhe si thua, çfarë quhet, sistemi i qarkullimit të gjakut bëhet një. Ai furnizohet me gjak përmes saj, lëkura shkrihet midis të dyve. Domethënë mund ta shikosh në anën romantike, ata bëhen një, nga dy u bën një. Ti je shumë romantik në gjithmonë çdo herë. Jo, është kjo, ai është një parazit total, se ai është thjesht, prandaj tash mund ta interpretosh ose si romancë, ose shumë i vogël, shumë i vogël. Këtë pjesë nuk e di jam, që ka problem. Jo. Mendova që ishin pak më të ngjashëm për mas. Okej. Ose si do ta mbante ajo në trup të ngjitur, po tishin një soi. E po thashë ndoshta rrokullizeshin të dy kështu, bënin kështu, ku diun një lloj gjëje. Por në studio me ne ka ardhur Ronaldo, si çdo mëngjes, për të na treguar se për çfarë do të flasi në live from Tirana. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve, javë dhe muaj të mbar, edhe për ju këtu në Wake Up, edhe për gjithë shikuesit dhe dëgjuesit. Ju e shpjegua se si funksionon doza romantike të ky peshku, ndërsa ne sot e shpjegojmë se si do jetë romanca, zemra, lekët, shëndeti, puna, armiqt, çdo gjë nëpërmjet parashikimit astrologjik që bëjmë çdo muaj me Elena Demollari, me astrologun e një orë, por ne i bëjmë nëpërmjet letrave tarot. Kështu që do të hapim tarot sot në studio. Pra mos paguani lek, ka 50.000 lekë për davë. Ja, për gjithë për të 12 shenjat edhe se jam ignorant në taroti. Po taroja është personale? Po kjo është generale. Pra është generale e shenjave, pastaj personale. Ta bën ty personale kështu? Po, off camera. Përmirësi. Po, off camera po. Po, okay. Kështu që do hedhësh tarot. Çfarë do të di se nuk e the. Jo, këtë eksaktësisht e pyetja, nga që jam ignorant për tarotin tash. A është personale që ulesh ti dhe të del fati yt? Apo është fati se është si me horoskopin? Po horoskopi është me shenjat e me gjërat. Çfarë është e mirë për një dash, është e mirë për gjithë deshrit, po themi në atë. Ky është parashikim gjeneral për 12 shenjat, domethënë ndërsa detajuari pastaj funksionon me energji personale. Ka taroti dhe shenja? Do më thënë, duke bazuar të karakteristikat, pra hapen 5 letra tarot për të 12 shenjat. Pra me radhë, hapen kartat në studio dhe pastaj interpreton astrologja. Okej, shumë mirë. Shumë interesante. Kështu që nga ora 10. Çfarë shenjë ti hidi? Çfarë shenjë je? Unë jam Luani. Luani, po ti Blendi? Demi. Shenjë zjarri, ti? Shenjë toke. Ti çfarë shenjë? Nuk di më, kaq di më. Shenjë zjarri, shenjë toke. Kaq, nuk di asgjë tjetër. Luani dhe Demi. Po Luani dhe Demi shkojnë. Gruaja ime është një Luan, kështu që e kam me provë, domethënë, që mund të funksionoj. Po pra. Mund të funksionoj. Ja, se sa bukur funksionon. Me kryzu kishte po. Kështu, kemi fituar. Ti shenjë, më fal. Dash, okay. Shenjë zjarri dhe unë. Shenjë zjarri. Okej, afër Demi, gjithë me mua, jo vetëm me gruan dhe me Hedin, po.
Lëmë kaq. Nuk e di se ku do shkojmë, po mirë. Nuk e di ku na çon. Atëherë, kemi fitues. Çfarë do mendoj? Po të mendojnë çfarë duan. Kemi fitues të pyetjes së pamundur, kështu që fiton 50 euro nga Sweet Spot, numri që mbaron me 031. Sot pyetja ishte, domethënë fraza, fjalia ishte kjo gjëja nuk prishet kurrë dhe është mjalti. Kanë gjetur mjalti 2000 vjeçar që ishte akoma kommestibile i ngrënshëm. Lyje një fet buk me mjaltin. Do të paktën është trashurin çik, është forcuar më mirë. Është forcuar, po e prem me thik. Më në fund. Okej. Atëherë kemi edhe 100 euro për t'ia dhënë fituesit të quizit muzikor për sot. Janë 100 euro dhurat nga Enzo Attini për djalin apo vajzën që ka fituar, ka numrin që mbaron me 990 dhe e ka gjetur. Ishte e lehtë, duhet thënë mëngjesin e sotëm kënga është e Madonës, quhet La Isla Bonita. Last night I dreamt of San Pedro. Shi vini që ma heq kur që ta shohim se e kam drejt. Që të bëj shaka me mu pastaj. Veta këndoj Heidi. Lëre gjatë. Want to hear the sun. Gjithsesi e dia titullin, e dia. La Isla Bonita Madonna. Që të bëjmë në televizion, është fillon kënga, ti këndon bashkë me këngëtaren, një moment pritet kënga dhe duhet ta vazhdosh vetëm. Ashtu do jam shumë keq në këtë gjën. I want. Pra. I want. Nuk e di këto. Jo, më kam një moment tjetër më të famshëm. Atë refrenin. Nga fillimi. Last night I dreamt of San Pedro. Tropical the island breeze. All you think. Okej, selam kokën në namit. Okej, atëherë. Ju urojmë një super ditë. Kujdes kur tulesh se mund të ketë një kokër nami këtu aty në tavolinë. Ju urojmë një super ditë, një super shkurt. Ne do të shihemi nesër prapë së bashku me gjëra prapë kaq të inteligjente. Edhe kërkime shkencore. Po dikush më korrigjoi të premten, një mik më shkruaj i tha e ke bogav sa thatë në ekranin e radios. Edhe doja të thosha që ka një ekran të radios. Edhe ajo për cilën e kisha fjalën është që Top Albania Radio është në ekranet tuaja, në digital, është kanali 10, nëse nuk gaboj, kanali numër 10. Kështu që çdo gjë që ndodh në radio, që mund dëgjohet në makina, në kufje, kudo që jeni, është live stream. Mund ta shikoni në digital, prandaj unë ju referova asaj kanalin ose ekranin e Top Albania Radios. Je korrekt, kështu që mos e bëni mendje. Kështu që keni Ronaldo në ekranin e Top Albania Radios, kanali 10 në digital, mund të vijoni duke parë programin Live from Tirana, fillon në 10, mbaron në mesditë. Ndërkohë në ekranin Top Channel janë Julka Albani dhe zonja Linda me programet e tyre në shtëpinë tonë. Bye bye nga ne dhe ju lëmë me Madonnën.